Përshëndetje për të gjithë shikuesit e Kosova Press. Jemi sot këtu në fushë Kosovë në qendrën e numërimit dhe rezultateve, ku po bëhet numërimi i votave nga diaspora. Sipas njerëzve që na kanë treguar këtu në qendër dhe informatave që kemi marrë, procesi është duke shkuar mirë, nuk ka pas asnjë lloj problemi. Fletvotimet të cilat kanë qenë të pavlefshme ka pasur shumë pak dhe nga informatat që kemi, komunat që veç kanë përfunduar numërimin janë Dragashi, Gjilani, Hani Elezit, Fushë Kosova, Obiliqi, Klina, Deçani, Mamusha, Raveci dhe Klokoti, kurse disa nga ato që janë në numërim ende janë Peja, Prizreni, Vushtria dhe komunat të cilat janë me shumicë serbe. Prioritet ju është dhënë komunave të cilat është pritur se do të shkojnë në balotazh, për këtë arsye kanë përfunduar këto që kanë përfunduar deri më tani. Procesi po pritet të përfundojë nesër gjatë ndrimit të mëngjesit.